Zonja dhe zotri, Presidenti i Republikës, Kryqësia e tij zoti Bujar Nishani. Prania e Presidentit të Republikës në evenimentin e organizuar në presidencë ka nisur të njoftohet sipas stilit amerikan. I shoqëruar nga zonja e parë Odeta Nishani, kreu i shtetit hyri në hollin e presidencës ku ishin ftuar për të shënuar 8 marsin gratë gjyqtare. Presidenti Nishani në fjalën e tij të rastit uroi çdo grua, nën dhe vajzë shqiptare. Ndërsa vlerësoi rolin e gruas në shoqërinë shqiptare, Nishani mendon se ky veprim është i munguar në politik, sektor në të cilin kreu i shtetit mendon se zëri i saj duhet të jetë edhe më i fortë. Shqipëria ka nevojë për një kulturë të re politike, ku zëri dhe roli i gruas të jetë më i rëndësishëm dhe më shumë i suksesshëm, më i plot dhe më me peshë. Pas një fjalimi relativisht të shkurtër, kreu i shtetit i uroi personalisht gratë e pranishme gjyqtare në ditën e gruas me trokitjen e gotave të shampanjës. E ndërsa të pranishmit u gëzuan shoqërisë dhe muzikës klasike në ambientet e presidencës, 3 burrat që udhëheqin drejtsinë shqiptare, por pak çaste u hoqën mënjan për të lënë gratë të sundojnë ambientin.